Miq, arsyet pse protesta e opozitës nuk po sillin ndryshim dhe nuk do sillin ndryshim. Faktori I parë sepse janë të dhunshme. Ka 3 ditë që është bërë protesta dhe në sytë televizive flitet vetëm për dhunë, për shkatrim, për djegje, për shkatrim institucionesh, flitet për dëmtimin e policave, flitet për dëmtimin e protestuesve, flitet për gas lotësjellës, flitet sa njerëz u dëmtuan dhe sa njerëz u arrestuan, po s'postohet vëmendja nga kauza reale për çfarë u protestua dhe për çfarë doli populli për protestuar, sepse këtë bëjnë protestat e dhunshme. S'postojnë vëmendjen nga kauza reale dhe po piketojnë si protesta mercenarësh, të cilët njerëz ishin paguar për të krijuar dhunë, djegje, shkatrim. Protestat duhet të jenë paqësore, sepse protestat paqësore janë më të forta se ato të dhunshme. Në protestat paqësore njerëzit ndjehen më të sigurt për të protestuar, që vinë nëna, motra, fëmijë. Nuk do të jenë të kërcënuar që mund të dëmtohen. Protestat e dhunshme nuk do të sillin asgjë të mirë. Dhe e dyta, është faktori ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar nuk po mbështet të protesta. Nuk po mbështet modelin e protestuesve të cilët janë të dhunshëm. Duan protesta paqësore, siç dohet drejt. Faktori I tretë është faktori Sali Berisha. Sali Berisha nuk mund të vazhdojë të drejtojë me opozitën, sepse nuk do ketë ndryshim me Sali Berishën. Dhe Sali Berisha nuk e do faktorin ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar është shumë I rëndësishëm për të sjellë ndryshimin në Shqipëri. Dhe përderisa faktori ndërkombëtar nuk e kemi nga anë tona, nuk do të kemi një ndryshim. Sepse Sali Berisha I përket të shkuarës nuk mund të ndërtojmë ne të ardhmen dhe nuk mund të sillim ne ndryshimin me një që është dhe I përket të shkuarës. E reja nuk ndërtohet mbi të shkuarën, o njerëz. Dhe e reja nuk ndërtohet me të vjetrën. Sepse do të kemi njerëz dhe drejtues të cilët ngjallin shpresë, besim. Të ngjallin vërtet shpresën që e nesërmja mund të jetë ndryshe dhe mund të ndryshojë diçka. Çfarë mund të ndryshojë Sali Berisha? Kishte 35 vjet në pushtet. Çfarë mund të bëj atë që nuk e bëri dot dje? Dhe faktori 4 është aspekti shumë I rëndësishëm. Protestat. Duhet të jenë protesta me ndërgjegjësim kombëtar, me përgjegjësi kombëtare, paqësore. Dhe do të jenë protesta të cilat do të kenë një vazhdimsi. Nuk mund të kemi protesta 3 orë dhe kthehun në shtëpi. Sepse Edi Rama nuk rrëzohet me protesta 3 orëshe. Edi Rama është një mafie mirë strukturuar. Sepse qofse krahason mafien me Edi Ramën, mafia në krahasim me Edi Ramën është një asambël folklorik I këngëve dhe vallëve popullore. Pra,